për shembull, nëse do t'ju thoja që jam në një konflikt hapur interesi Kalabian me një prokuror për cilë ka pasur debate për një leje ndërtimi. Ndoshta nuk do ishit aq nxituar thoni, prit pak. Ndoshta do të ndërhyjmë ligjin e konfliktit interesit, që një kryetar bashkie ose një prokuror nuk mund të hetojë njëri tjetrin në momentin që ka një konflikt hapur interesi. Nëse do ju thosha për shembull që jam këtu prej një njeriu që s'ekziston, një Nesti Angon, ndoshta Këshilli i Ministrave do më dëgjon. Dhe do thoshte prit pak. Sa Nesti Angon mund dalin për secili për nesh dhe të thurë lloj intrigash, ne automatikisht do të lëshojmë njerëzit tek hiena apo do themi prit pak. Kë do kallëzoj unë për kallëzim të rënd, nëse kjo histori nuk është kështu. Pra, nëse do t'ju thoja këto, ndoshta Këshilli i Ministrave do thoshte, hey, prit pak. Kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për të filluar një iniciativë ligjore, për të mbrojtur kryetarët e bashkive. Po t'ju thosha që shumica e kryetarëve të bashkive janë në një presion konstant për të futur gjithë fisin e disa prokurorëve të posaçëm punë. Dhe nëse do t'u aprovoja që kjo është vërtet në Bashkinë e Tiranës, ju do shqetësoheshit, që ju do thoshit si janë të pambrojtur këta njerëz. Ju kërkojnë prokurorët e posaçëm leje ndërtimi, ju kërkojnë të fusin gjithë fisin punë dhe kur sua bëjnë, i thon avokatit të kryetarit të bashkisë, ja tregoj unë aty. Po ti dinit këto histori. Pra, prandaj them që dëgjesa do na mundsonte që të flisnim pak, edhe që të dëgjonim historitë se unë jam burr. Dhe mos i lejohet monopolit që dikush ka për të shkatruar jetën.